Atëherë, si që dini, unë kam bërë deri tani një trading day, do me thënë kam tregtuar vetëm një ditë e cila ka qenë data 26 shkurt ose dije, dhe kam vendosur dy tregti, por tregtia e parë që kam vendosur ka qenë në çiftin AUD-CAD, pra dollari australian me dollarin kanades. Për ata që më ndjekin, juve e dini që unë përdor, do me thënë, strategjin e cila në vetvete ka përdor risk reward 1-1 dhe përdor tregtimin e zonave supply dhe demand, duke marrë parasysh refuzime të këtyre zonave në një orarsh. Ajo çka do ju tregoj tani është tregtia që unë kam vendosur këtu. Ka qenë kjo tregti, ka qenë një risk, kam riskuar 2% për të bërë 2%, pra risk 2% për të bërë 2%, normal risk reward i ka qenë 1-1, dhe tani në qoftë se shohim, juve mund të shikoni qartë që unë kam bërë një entry pasi është mbyllur qiriu ditor dhe pasi kemi pasur disa refuzime të një zone që në qoftë se shkojmë në daily time frame, do e shohim qartë që kemi një zonë të rëndësishme këtu. A e shikoni këtë zonën këtu? Po e afroj. Pra, në qoftë se unë marr një markim dhe e markoj këtë zonën dhe e zgjat deri në momentin që ne jemi sot, vetëm një moment sepse duhet pak, se kishte kohë që AUD-CAD-i nuk shkonte kaq baj. Vetëm një moment. Po e bëj shumë mirë. Pra, në qoftë se zgjatim zonën, e cila është një zonë e rëndësishme në daily time frame, sepse nga kjo zonë kemi pasur këtë lloj lëvizje që tregon shumë. Pra, kemi pasur këtë llojin e lëvizjes këtu. Dhe ka qenë një lëvizje shumë e rëndësishme për short dhe tregon se sa efikase është kjo zonë, sa rëndësi ka kjo zonë. Dhe në qoftë se shkojmë akoma më shumë majtas, do e shikoni që përsëri dhe këtu, që ka qenë 18 dhjetor, që ka qenë dhjetori 2018-s, e njëjta gjë, kemi pasur një lëvizje shumë të rëndësishme short. Po ashtu, në prill të 2021-shit, lëvizje shumë të rëndësishme short. Kështu që shkoj përsëri këtu. Pra përsëri shkoj këtu. Mund ta shikoni qartë. Shkoj me këtë qiri të fortë në daily dhe në një orash ajo çka mua më dha ishte ky refuzim ose kjo ngjecje që kjo bëri. Pra, në këtë zonë daily, kemi një ngjecje dhe një qiri pak më të fortë berish. Kjo më bëri që të bëja një entry sell dhe kapi take profitin nga ora pas dite nga ora 4, do me thënë. Ja ku është dhe tregtia, për të qenë sa më korrekt. Ka qenë ndarë në 2 tregti dhe kemi për momentin kemi një win ratio prej 100%. Në qoftë se e shohim, ka qenë kjo tregti e ndarë në 2 tregti, pra AUD-CAD. Është e ndarë në 2 tregti dhe kjo ka qenë, do me thënë, tregtia e parë që unë kam vendosur. Tani, shkojmë me videon e dytë për t'ju treguar cila ka qenë tregtia e dytë që kam vendosur. Në AUD-CAD kam bërë 2% fitim
dhe tek tregtia e radhës kam bërë 1.2% fitim, kështu që shkojmë dhe tregojmë dhe atë.